Përshëndetje Arbëri, tema për sot janë grimcat dhe gjendjet e lëndës. Nga çfarë përbëhet lënda dhe pse ekzistojnë gjendje të ndryshme të saj? Substancat mund të ekzistojnë në një nga 3 gjendje, të ngurtë, të lëngët apo të gaztë. Ndryshimi i gjendjes fizike të lëndës është i lidhur ngushtë me mënyrën se si është e ndërtuar lënda. Lënda është një fjali shkencore që përdoret për të përshkruar të gjitha llojet e ndryshme të substancave që ndodhen në univers. 3 gjendjet e lëndës janë e ngurtë, e lëngët dhe e gaztë. Një trup i ngurtë ka një formë dhe një vëllim të përcaktuar. Forma e trupave të ngurtë mund të ndryshojë nëpërmjet përdorimit të metodave të ndryshme. Një lëng ka një vëllim të përcaktuar, por nuk ka një formë të caktuar. Lëngu rrjedh dhe merr formën e enës ku ndodhet. Një gaz nuk ka as formë dhe as vëllim të përcaktuar. Gazi shpërndahet në të gjitha drejtimet dhe mbush çdo hapësirë apo enë. Ndryshimi i gjendjes së substancave. Të gjitha substancat mund të ekzistojnë në 3 gjendje. Gjendja e një substance përcaktohet nga temperatura në të cilën ndodhet. Për rrjedhoj, gjendjet ndryshojnë në varësi të ngrohjes apo ftohjes së substancës. Nëse zbatohet ngrohja, shumë shpejt substanca shkrihet dhe nëse vazhdon akoma më tej, lëngu i formuar fillon të vlojë dhe avullojë, duke u transformuar në gaz. Në mënyrë të ngjashme, nëse një gaz ftohet, ai do të kondensohet dhe nëse ftohja vazhdon më tej, lëngu do të ngrihet duke formuar një trup të ngurtë. Atëherë kemi rastin tek ajo figura 4-4, kemi një trup të ngurtë, i cili me ngrohje shkrihet dhe kalon në gjendje të lëngët. Nëse vazhdon më tej rritja e temperaturës, kalon në avullim dhe vlim. Dhe e kundërta, procesi i kundërt, nëse një gaz e ftohim, ai kondensohet, kalon në gjendje të lëngët dhe pastaj në gjendje të ngurtë me ftofjen e mëtejshme. Për një substancë të pastër, ndryshimet e gjendjeve ndodhin në temperatura të caktuara, në përjashtim të avullimit që mund të vazhdojë në temperatura pak më të larta se sa pika e vlimit. Pika e vlimit të një lëngu është temperatura në të cilën ai transformohet me shpejtësi në gaz, ndërsa pika e shkrirjes e një substance të ngurtë është temperatura në të cilën ajo kthehet në lëng. Kemi në tabelën 4.1 pas kemi disa substanca, heliumi, oksigjeni, uji, alumini dhe volframi, ku kemi pikat e shkrirjes dhe pikat e vlimit të tyre. Pika e ngrirjes së një substance është e njëjtë me pikën e saj të shkrirjes. Temperatura në të cilën një substancë e ngurtë kthehet në lëng është e njëjtë me temperaturën në të cilën një lëng kthehet në gjendje të ngurtë. Atëherë, tek kjo pas kemi edhe disa ushtrime dhe pyetje. Cilat janë gjendjet e lëndës? Formë të përcaktuar kanë trupat e ngurtë. Vëllim të përcaktuar kanë trupat e ngurtë dhe lëngjet. Si mund të ndryshosh gjendjen e një substance me anë të ndryshimit të temperaturës? Çfarë ndodh me një substancë në pikën e shkrirjes? Në pikën e shkrirjes të kalojmë nga trupi i ngurtë në të lëngët. Në pikën e ngrirjes ndodhet kundërta, nga lëng kalojmë në trup të ngurtë. Duke përdorur të dhënat e kësaj tabele, do të tregoni se në ç'gjendje gjendje ndodhet në oksigjeni në -200 gradë. Atëherë, oksigjeni shohim që pikën e shkrirjes e ka -218 gradë Celsius dhe pikën e vlimit -183. Atëherë, oksigjeni në -200 gradë Celsius është në gjendje të ngurtë. Alumini në 600 gradë. Shikojmë që alumini pikën e shkrirjes e ka 660 dhe pikën e vlimit 2467 gradë Celsius. Atëherë alumini në 600 gradë Celsius është akoma në gjendje të ngurtë. Uji në 150 gradë është në gjendje të gaz, sepse pika e vlimit e ujit është 100, domethënë mbi 100 ai është në gjendje të gaztë.